Kjo për tema serioze, për lojme të sakta. Edhe hala nuk e kom pa një emision special të kushtum zbulusit më të madh në trojën shqiptare Molla Hasan Breznicës. Shpiksin e aeroplanit, shpiksin e pushkës sport, shpiksin e pushkës me 2 plumba, hala nuk mësu diçka në media për këtij personit, këtë mënyrë individuale. Këta persona që kanë lënë gjumë lloja në histori. Pse më janë shkalu këta? Pse më dhonë rëndësi persona që pse më dhonë rëndësi mua? Pse më dhonë hapësirë televizive më çka po jo? Mirok. Regjia ndalja Skype-in. Regjia ndalja Skype-in, të lutem. Roki, po pse jo me fanellë Kosovës po të Shqipërisë? Unë nuk jam kosovarist, unë jam shqiptar, dardan, edhe kosovarizmi është no go për mua. Po fanellës Kosovës ç'a mi bona fanellës Kosovës? Merrni ju vyn te shtëpia. Gabe me Kiroki, gabe, na jemi shqiptar shtetit Kosovës. Fanella e Kosovës s'ka ka për fush, veç për shtëpia. Neve, që kjo na përfaqëson, që kjo është historia jonë, unë nuk jam prodh një shtetit pa histori. Historia e Kosovës është e shënuar vetëm për vitin 2008. Nëse besoj që është një temë tjetër, mirë po. Se sot do bëj problematike me dalën me fanellë të Shqipërisë. Wallahi, nëse na s'kena historinë se di kush. Alketa pse s'po i ndosh te kjo pjesë? Më i madh se është tak Duna me ndërhyjtë Roku se nuk mundet me thonë që Kosova s'ka histori, se nëse kthehesh prej 99-s jemi prej vendeve që kemi goxha histori. Kështu që tu e di sa sakrifica është bërë Roki për këtë vend, nuk isha agut me thonë. Pikërisht, sakrifica u bë për çto? Sakrifica është bërë për lirinë e Kosovës, është zhvilluar në Kosovë. Liria e Kosovës në Shqipëri. Kështu është temë shumë e ndjeshme veç. Dëshmortan, çysh ju kishim dalë përpara, çfarë kishim thonë? Lirinë e fituam, po çka? Na jemi sot shtet, edhe për këtë shtet janë sakrifiku mira njerëz. Nëse personalisht nuk e respekton, ashtu është mirë si mendim me mbajt për veti, Roki, me gjithë respektin. Ju me mbajt për veti se njerëzit domethënë janë pliju për këtë vend, njerëzit ende i vujnë pasojat, e njerëzit nuk janë pliju na me qenë apo led, me qenë pa shtet, me qenë pa orientum, edhe në mes katë rrugëve. Tu kisha lutë qëmë, kjo është punë respekti, ndaj shtetësisë, ndaj vendit ku na po jetojmë, ndaj institucioneve tona. Një shtetësi e kem një flamur, një gjak, një kom, edhe s'ka tjetër. Shumë një pasaportë është këmë edhe Roki, Erza, ka me davoni dhe Shqipërisë me pas për njëtin mendim për Kosovën që shë ka Roki. E kanë, nuk e di sa keni kontakte me ta mirë pa e ta. Unë na shta po ndërhy pak Rok, mirë po, mund është me vrejt në Kosovë që shfestohet 28 nëntori dhe mund është me vrejt në Shqipëni bashkë në Tiranë që shfestohet 17 shkurti. 17 shkurti thash, është dhe 2008 se knena Kosova pa një histori. Me pranim në 17 shkurti Kosova pa një histori shumë shkurt, është qytet pa histori. Unë është se pranoj shtetin e Kosovës, unë jam shqiptar, edhe si shqiptar du me vdek. Na mujna plotësisht me kuptu mirë, po nëse thu që shteti i Kosovës nuk ka histori, kena live shumë familjar që i kanë hu prind për mu liru që kjo vend për me jetu në atë lirë për me dona me full me ty që në Gjermani dhe me thonë nga i prej ka thashti që s'kisha thonë me... Shteti dhe klumbi daloj, një lutë nashëm ja dy konceptet ndryshme. Nuk mund është me thonë, dhe me thonë, unë jam shqiptarë, nuk e du këtë qëtë, na jemi shqiptarë ti shteti. Na jemi shqiptarë gjithë, na nuk po thëmi asë një që nuk jemi shqiptarë. Ama e devjum krejt temën, a këthejma mirë të skandalit, të dhe që kjo skandalit.